Moda shpesh shihet si industri e shpejtësisë dhe konsumit, por për dikë ajo mund të trajtohet edhe si mundësi shërimi. Konferenca e 4 dhe e fundit e Ekofestivalit Prishtina Sustainable Design Week me temën Moda si akt i shërimit, gratë në front midis mjedisit, komunitetit dhe sipërmarrjes, të enjtë mbrëma në Kino Armata ka sjell perspektiva mbi mënyrat se si sipërmarrëset dhe disenjatorët po sfidojnë narrativat shfrytëzuese të industrisë dhe po krijojnë modele të reja të qëndrueshmërisë. Si pjesë përmbyllëse e festivalit, kjo konferencë ka sjellë në qendër të debatit mënyrën se si moda mund të jetë jo vetëm estetik apo treg, por edhe mjet i kujdesit dhe i rigjenerimit shoqëror e mjedisor. Përmes rrëfimeve personale dhe përvojave profesionale janë hapur horizonte të reja mbi fuqinë e grave krijuese për të ndërtuar modele biznesi të ndershme dhe gjithëpërfshirëse. Diskutimi është moderuar nga Ester Olivier, ndërsa në panel kanë marrë pjesë disenjatorja çeke Martina Spetlova, aktivistja serbe Katarina Ejdus, nga iniciativa Women on the Way, si dhe disenjatorët nga Kosova, Hana Zeqa e Vlera Cocaj. Ato kanë prezantuar secila punën e tyre profesionale, duke reflektuar kështu aktivizmin disa vjeçar në fushën e modës dhe sipërmarrjes. E para ka folur disenjatorja kosovare Hana Zeqa, e cila është themeluese e studios Fight or Flight, një hapësirë e modës dhe kostumeve në Prishtinë që eksploron kufijtë mes teknologjisë, performancës dhe tekstilit. Njoftimi jam me teknologjinë veshje ka qenë për qëllime të performancës, për qëllime më argëtuese, e masni është zhvilluar edhe në pjesën se çysh mund teknologjia mu inkuadru në veshjet përditshme dhe me bu veshjen pak më funksionale edhe më afatgjate. Një kohë shumë të shkurt kam studiu psikologji, kështu që psikologjia ka qenë si burim i inspirimit për një kohë dhe fillimi i projekteve e ka pas qatë bazën në psikologjinë, proceset organike, në gjendjen emocionale, në gjendjen psiqike, hence edhe emri Fight or Flight ka rrjedh masni për me mëru studion. Edhe në kuadër të projekteve tjera mandej bashkë me ekipën, ne jemi 4 vetë që punojmë, jemi rritë në idenë me hulumtu edhe metoda tjera ose me hulumtu ma shumë tekstilin, të marrë parasysh që tekstilin është pjesa që lën hapësinë ma shumë të me hulumtu në industrinë e modës. Katarina Ejdus nga Serbia ka paraqitur shembuj konkret të mënyrës se si sipërmarrëset po krijojnë modele të reja biznesi, të bazuara në kujdes, drejtësi dhe të mirën e përbashkët. Ajo është themeluese e Women on the Way dhe bashkë themeluese e festivalit të modës së ndryshme, të cilat janë 2 iniciativa për fuqizimin e grave përmes modës së qëndrueshme, me fokus te refugjatët dhe krijueset nga zona rurale. We kind of wanted Women on the Way to be a sustainable fashion brand to kind of... Kemi dashur që Women on the Way të jetë një marke qëndrueshme e modës, që ta përdorim tekstilin që vetëse kemi në dispozicion, por edhe ta inkorporojmë diversitetin kulturor që bartin refugjatët. Çantat kanë qenë një koleksion i pantallonave të ngjyrosura me dorë, krijuar nga refugjatët, kështu që secili motiv i ngjyrosur me dorë është inspiruar më së shumti nga kultura perse. Dhe me që shumica e pantallonave me madhësi të vogël nuk na hynin më në punë, shkuam në një shkollë në Novi Pazar, që është një qendër për prodhimin e pantallonave në Serbi, dhe i ricikluam ato me nxënës të shkollave të mesme, për t'i shndruar në çanta dhe secila prej tyre është tërësisht unike. And we upcycled with the high school students the whole collection into bags. And each bag is completely unique. Pas saj ka prezantuar punën e vet disenjatorja Martina Spetlova. Me formim në biokimi dhe me përkushtim ndaj qëndrueshmërisë dhe burimeve etike, Spetlova bashkëpunon ngushtë me komunitete grash artizane, duke zhvilluar modele biznesi që promovojnë barazinë, mbrojtjen e mjedisit dhe drejtësinë sociale. I'm a designer, but my background is in biochemistry.
and the way the kind of studies in biochemistry. Jam dizajnere, por prapavia ime është në biokemi dhe studimet për biokemi në laborator më kanë mësuar se si të qasë materialeve në aspektin eksperimental, po ashtu edhe kurioziteti. Me të përfunduar studimet master, e themelova markën time që ishte pjesë e qarkut të modës. Krijonim 2 koleksione në vit, pa pushim, gjithmonë duke u munduar të jemi në vi me prodhimin dhe qarkullimin. Isha me fat që shpejt u shpërndan bleret globalisht në dyqane shumë të mira konceptuale. E fundit ka folur disenjatorja kosovare Vlera Cocaj. Ajo është themeluese e markës Vlerë duke eksperimentuar me materiale të qëndrueshme dhe teknologji të avancuar si printimi 3D. Në këtë mënyrë ajo krijon koleksione që tregojnë vendosjen e etikës në qendër të estetikës bashkohore. Unë kam fillu dhe vazhdoj punoj me bindjen që procesi është gjithmonë po aq i rëndësishëm sa produkti. Një prej këtyre shembujve është edhe çanta që ka qenë pjesë e koleksionit tam të parë, që është titullu Wish Me Luck. Kjo çantë është një farforme ka embody emocionet që i kam eksploru atë kohë, edhe që ka përfaqësu suppressed emotions, po kam pas qef me i jap form atyre emocioneve, edhe qështu ka lind forma e zemrës. Të premten, kur edhe është mbyllur kjo javë edicionit të parë të Ekofestivalit Prishtina Sustainable Design Week, është organizuar një ekspozitë e cila ka prezantuar prototipat dhe zgjidhjet kreative të zhvilluara gjatë maratonës së dizajnit. Kështu, aty janë shfaqur shembuj konkret të dizajnit të qëndrueshëm dhe bashkëpunimit interdisiplinor. Thank you.